Shkollat tona veç janë digitalizu, mësuesin tek ne nuk ka ditar ma, punon me laptop. Po. Kjo është bo veç këto vitet e fundit 4-5 nëse nuk gaboj. Ka projektor në për klasë, punohet komplet digital. Edhe ajo ngarkesa fëmijët kanë libra, kanë land, kemi land që ju nuk i keni në shkollë, më duket se edukatën qytetare kanë si land zgjedhore, po edhe mësimin fetar që mësohet feja dhe ato e kanë nga klasa parë deri në shkollë të mesme. Pastaj ne ende vazhdojmë me sistemin e para deri në 8-ën, pastaj shkolla mesme viti i parë deri të 4-ën. Domethënë sistemi 8 vjeçar. Edukata fetare a mësohet si religjion, a mësohet si tamam landën, po mendoj fen që i përkasin fëmijët? Jo, fes që i përkasin. Për shembull, nxënësit shqiptar e mësojnë mësimi fetar islam, ata nxënësit e komunitetit tjetër, ata garante kanë një land zgjedhur të vetën që mësojnë për fenë e tyre. Apo mendon që ndikon pak në qoftë në sjelljen, qoftë në formimin e karakterit landa fetare të fëmijët? A ka ndikim pozitiv duke qenë se ju jeni aty edhe e shihni sa munden fëmijët me u ndiku në këtë pjesë? Besoj, ka ndikim për të mirë, absolutisht për të keq jo. Se të na krijon shumë zhurma për çështjen e edukatës fetare. Jo. Përshtypjen që po don me i mobilizu me diçka super të keqe fëmijët nëse veç don. Kur na si shumicë jemi musliman absolutisht, nuk është asnjë pengesë kjo. Është land zgjedhore, ka të drejtë nxënësi dhe prindi bashkë me nxënësin me zgjedh landën, mësimin fetar islam ose edukatën qytetare.